Përshëndetje miq. Pyetja që kam për sot është çfarë ndodhi me Noeun dhe familjen e tij. Kur ai hyri brenda në ark, kush e mbylli portën? Si vjen historia? Bibla thot dhe Zoti i mbylli brenda. Zanafilla 7 vargu i 16. Një fjali e thjeshtë që jep një siguri të jashtëzakonshme. Noeu hyri në ark me bindje. Ai veproi në përputhje me gjithçka që Zoti kishte kërkuar, por ishte Zoti që mbylli derën. Shpëtimi nuk ishte vetëm iniciativë njerëzore, por garanci hyjnore. Tregohet historia e Harriet Tubman, e cila udhëhoqi qindra sklevër drejt lirisë nëpërmjet Underground Railroad, që në Shqip janë rrugë të nëndeshme. Kur i çonte në shtëpi të sigurta sklevërit, ajo nuk i linte në mes rrugës. Ajo siguroi që ata të ishin realisht të mbrojtur. Ajo nuk thoshte tani kujdesuni vet, por i çonte deri në vendin e sigurisë. Dhe kështu Zanafilla 7:16 është vetë Zoti që mbyll derën brenda arkës së madhe të shpëtimit për Noeun dhe familjen njerëzore. Siguria nuk varet nga forca e Noeut, por nga vendimi i Zotit. Lejoni të ndaj shkurtimisht disa të vërteta. E para, siguria jon buron nga Zoti. Noeu hyri, por Zoti mbylli. Agustini Hipos shkruante se Zoti që të ka krijuar ty, ai do të sigurohet që gjithashtu të shpëtojë dhe të jetë garantori dhe ruajtësi i shpëtimit tënd. Ne përgjigjemi me besim, por Zoti garanton shpëtimin. Së dyti, Krishti është arka e përmbushur. Ai është metaforikisht arka e Noeut, arka e beslidhjes së re. Krishti është realiteti, një lloj si arka. Kishte vetëm një derë, ishte vetmja rrugë shpëtimi dhe mbronte nga gjykimi i Zotit. John Calvin theksonte se siguria e shpëtimit është e rrënjosur në veprën e përfunduar të Krishtit. Ne nuk mbajmë derën e shpëtimit me forcat tona, është Zoti që e mbyll. Së treti, vula e frymës së shenjtë. Dhjata e re flet për vulën e frymës së shenjtë si ka parë i trashëgiminis ton. Vula në antikitet ishte shenjë pronësie dhe mbrojtje. A dini që kur Zoti vulos, askush nuk mundet të zhvulos. Thomas Aquini fliste për hirin si një imprintim, si një gdhëndje hyjnore brenda në shpirt. Ne nuk kemi thjesht të shpëtuar për momentin, por të ruajtur për shpëtimin, për gjithë përjetësinë. Shumë besimtarë jetojnë me ankth, po sikur të rrëzohen, po sikur të mos jemi mjaftueshëm i mirë për Zotin, po sikur dera të hapet dhe unë të bie. Zanafilla 7:16 na kujton Zoti e mbylli derën. Siguria nuk është arrogancë, por është besim në karakterin dhe atributet e Zotit. Në Krishtin ne nuk lundrojmë mbi ujërat e gjykimit me forcat tona. Ne jemi brenda arkës. Arka e shpëtimit tonë është Krishti. Noeu hyri brenda me bindje. Zoti mbylli me sovranitet. Krishti është arka jon. Fryma është vula jon dhe përjetësia është destinacioni ynë përfundimtar. Ne nuk kemi thjesht të shpëtuar, por të ruajtur për përjetësi. Ky është meditimi për këtë ditë miq. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Faleminderit o Zot, që shpëtimi nuk varet nga përpjekjet tona. Je ti që mban arkën tonë të shpëtimit të sigurt. Na e paqe në mes të stuhive dhe na ruaj të sigurt dhe besnik për emrin ton deri në fund. Bekoj burrat dhe gratë që po ndjekin këtë mëngjes. Unë lutem që të bekosh dhe të trimërosh dëshminë e tyre në këtë botë. Jepi o Zot sigurinë e ecjen e tyre me ty dhe paqe përmendjen në emrin e Jezusit. Amen. Kështu miq, ky është meditimi i kësaj dite. Lutem që të jeni mirë në vijim të ditës dhe Zoti të jetë me ju. Mezi pres ju takoj sërish ditën e nesërme.